Përshëndetje të gjithëve. Sot do bëjmë një tavë që nuk është thjesht e shijshme. Është pëtimi i ditëve kur nuk e as nerva dhe as ide. Është me pul, bullkur dhe plot perime. Përgatitet thjesht, shpejt, pa stres dhe me shumë shije. Hajde të fillojmë nga puna. Këtu kam një pul, të cilën e kam vendosur në një tigan të thellë, duke i shtuar pak krip, piper të zi. Do t'i shtojmë erëzat e pulës dhe në fund fare vaj ulliri. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm të skuqet avash në zjarr të ulët, deri në momentin sa të largohen plotësisht lëngjet. Në fillim pula lëshon lëngje dhe më pas ato thahen, por kur punohet me temperaturë të ulët, pula zbutet shumë. Si u thash edhe më parë, ka filluar të lëshoj lëngjet, e kthejmë nga ana tjetër dhe sërish do t'i vendosim erëzat. I shtojmë në fillim kripën, piperin e zi dhe erëzat e pulës. I vendosim kapakun dhe e lëm të gatuhet avash. Në këtë moment pula është gati, si e shikoni ka dalë në yndyrë. E largoj mishin e pulës nga tigani dhe të po e njëjta yndyrë do fillojmë të kaurdisim perimet. Do ta filloj me një qep, të cilën unë e kam grirë te ky grirësi i perimeve. Do t'i bëjmë një skuqje të plot qepës. Ndërkohë ne do merremi me prerjen e perimeve. Do ta filloj me karotat, pasi karotat janë më të forta, i prem në kubik, i shtojmë tek qepa tashmë e kaurdisur. E përziejmë mirë, i vendosim kapakun, vazhdojmë të presim perimet e tjera. Kemi 2 speca, edhe speca do t'i presim në kubik dhe më pas do t'i shtojmë në tigan. I bashkojmë mirë, sërish t'i vendosim kapakun dhe në fund fare do presim një kungull. E presim edhe kungullin në kubik. Dhe të gjitha perimet janë gati. Shtojmë kungullin. I bashkojmë të gjitha së bashku dhe sërish do t'i vendosim kapakun. Kungulli në fillim lëshon lëngje dhe pasaj merr një skuqje. I lëm 5 minuta me kapak. Largoj pa kapakun me kujdes, pasi avujt e gjellës e veshin kamerën. Është momenti për të shtuar bullgurin, kam 2 filxhan të çajit me bullgur. E përziejmë bullgurin me perime. Shtojmë edhe një tufë me majdanoz. Dhe këtu u bë plot ngjyra. Do t'i shtoj 6 filxhan të çajit me ujë. Më pëlqen të jetë bullguri plotësisht i zjerë. E kam provuar edhe me 5 filxhan, por me 6 filxhan del akoma edhe më i mirë. E rregulloj me krip, pak piper të zi, do t'i shtoj dhe një mix erëzash. Janë erëza për mish këto. Do t'i ziejmë për 10 minuta me qëllim që perimet mos të depozitohen në sipërfaqen e tavës, por të jenë në brendësi. Dhe shikoni sa mirë shpërndahen. Sipër vendosim mishin e pulës. Për t'i dhënë më shumë shije mishit, unë do t'i shtoj edhe pak gjalp sipër dhe direkt në furrë për 30 minuta në 200 gradë. Tuhet ta shikoni, kur të marrin këtë ngjyrën e kuqe, atëherë është gati. Kjo ishte receta për tavën që të bën të dukesh si shef. Nëse të pëlqeu kjo video, lër një koment, bëj like dhe abononi në kanalin Pasion Kuzhine. Miru takofshim në recetën e radhës.